dekan për shkencë dhe marrëdhënie ndërkombëtare në Fakultetin e Edukimit Fizik. Faleminderit shumë që je sonte me neve. Faleminderit shumë për ftesën. Një konferencë që në parim kur e pash njoftimin aty është gjigante. Edhe për ka panelistët, por edhe në organizim. Po na jemi mundu që me bëu më të mirën, që me bëu një konferencë sa më interesante, që me sjell panelistë sa më të mirë dhe kvalitativ. E njëjtën kohë edhe ekspertizë shkencore me kuadro profesionale në mënyrë që pjesëmarrësit, studentët edhe shkencëtarët e sportit të kenë mundësi, domethënë të marrin informacionet më të reja, më të mira edhe më aktuale në fushën e edukimit fizik, sportit dhe shëndetit. Pse keni kushtuar kaq shumë vëmendje? A është bota orientuar në atë drejtim, a duhet edhe ne të ecim në atë drejtim? Po, domethënë logjika është që bota është u përballë me një mori sfidave të jashtëzakonshme në përdrejtime dhe fusha të ndryshme që lidhen me edukimin fizik dhe sportin përgjithësi. Për shembull, një prej sfidave që atletët i hasin në kuptimin e performancës sportive është numri i madh i ndeshjeve që po ndodhin nëpër ndeshjet e futbollit, për shembull specifikisht. Edhe kjo është uqut e një numër më i madh i lëndimeve, të kohë më e shkurtër të rikuperimit, e njëjtën kohë domethënë edhe të performancë më e dobët e lojtarëve që mundën me pas cilësi shumë të mira në lojën e futbollit. Në anën tjetër, një sfidë që është për shembull sfidë globale, është mbi peshë edhe obeziteti, e fatkeqësisht edhe Kosova domethënë është tu përballë dhanat e fundit na tregojnë që jemi të shkuar në drejtim. Jemi të shkuar në drejtim, domethënë norma e mbi peshës dhe obezitetit është në rritje. Edhe sigurisht që nuk është sfidë veç e Kosovës, po është globale, po ne domethënë duhet të jemi në hap me kohën, të marrim praktikat më të mira ndërkombëtare se si e kanë targetuar, që të paktën me stopu për momentin, e pastaj në të ardhmen të intervenojmë në mënyrë që eventualisht edhe me i zvogëlu këto vlera për arsye se janë të lidhura me një mori smundjesh metabolike që mundën me quajtur edhe deri te vdekshmëria e individëve. Tri nga figurat shumë të rëndësishme sportit që i pashke Driton Kuka, Melinda Kelmendi dhe përgjithësi kombëtarës Kosovës Franco Foda. Po na kemi dashur që në këtë konferencë me pas ajken e akterëve në fushën e sportit kulmor në Kosovë, edhe sigurisht që një figurë si Driton Kuka, si Melinda, si Franco Foda, domethënë nuk s'mund të diskutojmë, edhe po besoj që është relativisht vështirë me gjetë më mirë se sa këta individ. E po besoj shumë që pjesëmarrësit kanë mundësi, domethënë, me mësu prej praktikave tyne. Se kur më herë me pas 3 veta të rëndësishëm me një vend. Nuk besoj që ka ndodhur ndonjëherë në historinë e organizimeve sportive ose konferencave shkencore, kështu që na jemi jashtëzakonisht lumtur, i falenderojmë jashtëzakonisht shumë që kanë gjetë kohë edhe vullnet me ardhë dhe me marrë pjesë në konferencën tonë, edhe në njëjtën kohë domethënë kemi më provu që prezencën e tyre me bëu sa më të këndshme edhe sa më produktive në mënyrë që individët më marrë diçka dhe më marrë mesazhe interesante që në jetën e tyre dhe në punën e tyre të përditshme me ju ndihmu. Ç'është ndi kur keni ftu? A ka qenë shpejt përgjigjja atyre? Them drejtën po. Domethënë nuk është që kemi pas të lashën kuptimin e gatishmërisë për me marrë pjesë në konferencë. Kemi pas pak më shumë të lashë për arsye se janë njerëz të rëndësishëm në fushën e sportit edhe agjendat e tyre janë të stërngjeshura. Edhe kemi pas pak më shumë të lashë në kuptimin e gjetjes së orareve të përshtatshme në mënyrë që t'i kemi gjithë. Për arsye se kishim shumë problem që të gjithë janë të pranishëm në njëjtën datë, në njëjtën kohë kështu me radhë, po më në fund ja dalëm, i kemi nesër musafir, edhe po shpresoj shumë që kemi me kalu mirë edhe ka me konë një konferencë e jashtëzakonshme. Është ndarë në 2 data, pra nesër të premten, po, edhe të shtunën është po ashtu dita e dytë. Po, domethënë dita e parë ka të bëjë kryesisht me panelistët, që në këtë rast është Dritoni, Melinda, Franco Foda, pastaj kemi 2 profesor universitar, Megan Chewanski, që është profesoresh në Universitetin e Otterbein të Ohio's në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka ardhur prej atje? Ka ardhur prej atje. Edhe e kem profesor Antonio Tessitoren, që është në njëjtën kohë edhe president i rrjetit evropian të edukimit sportiv. Kështu që po besoj që pjesëmarrësit kanë çka më dëgju edhe kanë çka më pa edhe me shkëmbyer informata dhe ide bashkë me panelistët edhe me folësit tanë të ftuar.
A dje tema që kanë me diskutu panelistët? Kanë do me ju paraprakisht? Po, sigurisht. Të thonë, sigurisht Toni edhe Majlinda kanë me folë kryesisht për rrjedhat rreth judos, pastaj Franco Foda për futbollin specifikisht, edhe për sfidat e kombëtarës Kosovës edhe objektivat e kombëtarës Kosovës. Tu marr parasysh që sot veç e morëm edhe shortin, edhe sigurisht që do të ketë eventualisht ndonjë pyetje edhe për lojën me Slovakinë, e me shpresë edhe për lojën me kundërshtarin e radhës. E në njëjtën kohë, për shembull, profesoresha Çawanski ka me diskutu pak për reziliencën, konfliktin edhe mënyrat se çu sporti mundet me u përdorë si platformë që më mujt, domethënë, me i targetu këto probleme shoqërore edhe me sjell sportit luftohen edhe luftohen dukurit. Reziliencë sigurisht. Në anën tjetër, Antonio Tessitore e ka një punëtori shumë të mirë që ka të bëjë domethënë me mënyrën se si të shkruajmë një projekt kërkimor, e që për neve është tepër me rëndësi të marrë parasysh që kemi një numër të konsiderueshëm të studentëve që janë studentë të doktoratës, të magjistraturës, eventualisht edhe ndonjë student i studimeve bachelor që të marrin ide edhe ekspertizë se si mund të punojnë projektet e tyre në ardhmen që të eventualisht të aplikojnë për fonde të ndryshme, për projekte të ndryshme, në mënyrë që me rrit kompetencën e tyre profesionale edhe të bëhen profesionistë më të mirë të ardhmes. Fantastike. A ka interesim për me ardh edhe me sa kuptova nesër në orat 8:30 fillon. Nesër prej orës 8:30 deri në orën 9 kemi regjistrimin e pjesëmarrësve, pastaj në orën 9 fillon konferenca, në orën 9:30 deri në 10:30 kemi drejtorin dhe Majlinden në program, pastaj 10:30, 11:30 Franco Foda, e pastaj në sesionet e pasdites si kemi punëtoritë dhe prezantimet e profesorëve ndërkombëtar. Pjesa tjetër edhe dita e dytë janë domethënë prezantimi i punimeve shkencore të autorëve vendorë dhe ndërkombëtar që kanë shprehur interes me marr pjesë në konferencën tonë. Fakulteti i Edukimit Fizik edhe ka edhe një aset shumë të rëndësishëm, qendrën e studimit, me sa kuptova. Po flasim për një qendër të avancume. Po, domethënë na Instituti i Shkencave të Sportit në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit ekziston që një kohë relativisht gjatë. Kryesisht është përdorur për arsye të mësimdhënies më herët, po këtë vit, domethënë kemi bën një funksionalizim të plotë dhe me ndihmën e një projekti nga ambasada amerikane, kemi sjellë disa pajisje të reja, të cilat e kanë pasuruar jashtëzakonisht shumë këtë institucion. Edhe për momentin, domethënë me shumë krenari, mundem të thonë që Instituti i Shkencave të Sportit është në gjendje me ofru shërbime jashtëzakonisht profesionale në kuptimin e monitorimit të performancës sportive, të kapaciteteve të ndryshme fizike dhe fiziologjike të atletëve, të preventives ose të parandalimit lëndimeve, e në njëjtën kohë edhe të rehabilitimit pas lëndimeve të ndryshme, e sidomos lëndimet serioze që janë ligamenti kryqëzor anterior ose menisqet, dislokimi i shputave e plot probleme tjera që lidhen me natyrën edhe lëndimet sportive. Me sa kuptova, analizat mund shkojnë deri aty të bëhet krahasimi edhe me futbollistë Premier Ligës. Po, domethënë na kemi kapacitet edhe ekspertizë që të dhanat e sportistëve që vinë, këtë rast nëse marrim për shembull futbollin, mund t'i krahasojmë me dhanat Premier Ligës dhe jo vetëm, në mënyrë që sportistët, futbollistët në këtë rast specifikisht ta kenë një pasqyrë se ku qëndrojnë me kapacitete dhe në njëjtën kohë domethënë të shohin ato dritaret eventuale ku mund të punojnë edhe të përmirësohen si profesionistë, si sportistë kulmor në këtë rast. Shumë përshtypje mboni kur bisedum pak më herët që tha e kemi pas një vizitor prej Austrisë edhe kur e ka pa pajisjet ka thonë edhe na si kem këtu. E vërtet, domethënë na e kemi pas një trajnim që ka pas të bëjë mbi përdorimin e këtyre pajisjeve të reja që kemi siguruar përmes projektit të ambasadës amerikane dhe ai ka qenë jo më pak se drejtor i qendrës për performancë lartë të Austrisë, profesor Kristof Triska, edhe na kishte lakmi për një mori pajisjesh që i kemi në institut e ata nuk i kanë qendrën e tyre, kështu që po besoj që është një element që duhet mundi krenar, që duhet mundi mirë gjithë, edhe që po shpresojmë shumë që me vunë funksion të komunitetit sportiv e veçanërisht tash me lojnat mesdhetare 2030. Është koha që tash të fillojmë nëse duam paktën fizikisht përgatitemi në mënyrë që në 2030 kemi vendin me standarde botërore. Është jashtëzakonisht institut i mirë, vetëm problem që kemi për momentin është që kemi hapësirën e vogël të institutit. Po shpresojmë shumë që në të ardhmen e afërt ta bëjmë një zgjidhje
edhe t'i alokojmë ato pajisje një hapësinë më të mirë në mënyrë që t'i ndajmë departamentet e fiziologjisë, biomekanikës, trajningave trajningut e kështu me radhë, në mënyrë që kemi mundësi me kry punën sa më mirë dhe sa më me kualitet që është e mundur. Pa e përfundu bisedën në fund, nuk më i pat pyk pak për ecurinë e kombëtarës Kosovës. Sa ju ka gëzu kualifikimin play-off dhe tash ballafaqimi me Slovakinë pra. Jashtëzakonisht shumë na ka qenë një ndjenjë e papërshkueshme. Unë kam kthyer lojën në përshi live, domethënë Kosova me Zvicrën, edhe shihet që kombëtarja e Kosovës viteve të fundit, domethënë është rrit jashtëzakonisht shumë në kualitet, është rrit jashtëzakonisht shumë në organizim. Edhe po shpresojmë shumë që edhe këto dy ndeshje, këto dy superfinale i kalojmë me sukses e me shpresë që të bëhemi pjesë e kampionatit botëror në Amerikë. S'kish pas më mirë se për Kosovën me marr pjesë për herë të parë në kampionatin botëror në Amerikë. E po shpresoj shumë që kemi mja dal. Lojë mas loje, hap pas hapi. Qysh kemi arritë deri këtu? Te kalojmë lojën me Slovakinë sparje, pastaj kushdo që është kundërshtar i radhës, me shpresë se kalojmë edhe ata dhe vazhdojmë tuti. Atan është kënaqësi me bashkëbisedu, ju uroj shumë sukses në këto 2 ditë shumë të rëndësishme. Besoj gjej kohën dhe të t'ju bashkohemi edhe pak për t'i përcjell këto 2 konferenca ndërkombëtare, këtë konferencë ndërkombëtare në realitet, dhe shpresoj që ka më pas interesim të mjaftueshëm pas janë figura shumë të rëndësishme. Faleminderit shumë Naim. E vlerësojmë jashtëzakonisht shumë si fakultet, domethënë jo vetëm si individ, ftesën e juaj edhe që na keni dhënë hapësirë me ardhë dhe me promovu konferencën. Shpresoj shumë që ki me gjetë kohë me ardhë dhe me marrë sekuenca të ndryshme dhe me pa nivelin e diskutimeve. Edhe nga këtu shfrytëzoj rastin me u bë ftesë edhe mediave tjera që të vinë, ta shohin edhe të raportojnë për këtë aktivitet, se besoj është unik edhe shpresoj shumë që s'po du me thoni pa përsëritshëm, po ka me qenë jashtëzakonisht vështirë me gjetë 3 figura ka s'moja me nivel në të ardhmen, kështu që të shohim që po shkon si vjet, pastaj vitin tjetër menojmë edhe e shohim. Faleminderit shumë Fatan.